Për mbi 27.000 maturant në të gjithë vendin u zhvillua provimi i parë i maturës shtetërore në lëndën e gjuhës së huaj. Nxënësit u paraqitën në ambientet e shkollës në orën 8:30 minuta, ndërsa provimi nisi në orën 10 për të përfunduar në orën 12:30. Maturantët e cilësuan këtë testim më të lehtë krahasuar me përgatitjet e tyre apo tezat e viteve të kaluara, e si pasojë presin rezultate të kënaqshme. Gjitha pyetjet ishin të lehta, disa pyetje po më vinin më me thjeshtësi, sidomos të pyetjet me alternativa, që po i qarkoja direkt, domethënë, ato pyetje që ishin pak më me zhvillim, që kishin lidhje me përmbajtje rreth tekstit, mund të them që jam menduar 2 herë, po prap nuk është se kishte ndonjë vështirësi të madhe, kohën më të madhe vetë kam shpenzuar tek puna me shkrim, me që ishin 2, tek si argumentuese dhe emaili. Po ishte mesatare, jo shumë e vështirë, as shumë e lehtë jo. Kishte ca pyetje që ishin pak me lehtë, kishte eseja që donte pak më shumë për kushtim. Mesatar. Prisja çik më të vështirë, po nuk ishte aq keq. Në krahasim me vitet e tjera mu duk më i lehtë, sidomos teksti i parë, që zakonisht bëhen alternativa të vështira, të parafërta, dhe vocabulary, pra fjalët janë nivel B2, por në fakt këtë vit mu duk më i lehtë se herët e tjera. Provimi u zhvillua në 145 qendra në të gjithë vendin, ndërsa më shumë se 640 mësues do të korrigjojnë testet e maturës. Gjatë procesit të testimit u ndaluan pajisjet elektronike dhe u morën edhe masa ekstra në institucionet arsimore, duke pajisur ambientet e testimit me bllokues valësh. Megjithatë, edhe këtë vit, tezat e provimit të gjuhës së huaj u publikuan të paktën 20 minuta pas nisjes zyrtare të provimit. Maturantët konfirmuan se teza ishte e njëjta për të cilën u testuan, megjithatë mohojnë të kenë kopjuar. Ministria e Arsimit, duke i quajtur fotografimin dhe publikimin e tezës si një akt të shëmtuar, siguroi se nuk ndikon në proces dhe nuk cënon punën e mësuesve, administratorëve apo strukturave arsimore në vend. Risi për këtë vit janë edhe testet e personalizuara për 140 maturant me aftësi ndryshe.